Terry Horman for hiring a hitman to kill her husband. More than a month after 7-year-old Kyron Horman disappeared, the focus remains on his stepmother, Terry Horman. The source goes on to say that if Terry had implicated herself in trying to arrange Kane's murder, police would have arrested her. The landscaper was wearing a wire, but sources say Terry suspected something was up and cut. Rasti sotëm është një rast që është i mbushur plot me teori dhe spekulime, dhe gjitha këto do t'i trajtojmë në videon e sotme. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do t'jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Për historinë e sotme gjendemi në Amerikë, më saktësisht në Portland, qyteti më i madh i Oregonit. Portland është një qytet shumë i zhvilluar. Aty jetojnë rreth 650.000 persona, kështu që siç mund të imagjinoni ka gjithçka, shumë shtëpi, qendra tregtare dhe shkolla. Por ajo që na intereson më shumë është shkolla fillore Skyline. Shkolla fillore Skyline ndodheshte në Portland, por më saktë në periferi të zonës. Dhe për ta kuptuar më mirë fjalën periferi, do të saktësoj se rreth e rrotull asaj shkolle nuk ishte asgjë tjetër përveç se pyje dhe natyrë, dhe për më tepër ishte praktikisht pranë hyrjes së një parku të madh, i cili nuk ishte vetëm më i madhi në Portland, por në gjithë Oregonin, i quajtur Forest Park. Në këtë shkollë fillore, më 4 qershor të vitit 2010 do të organizoheshte panairi i shkencave vjetor, pra i organizuar jashtë shkollës elementare. Në këtë panair, pra prindërit do t'i çonin fëmijët në këtë aktivitet dhe më pas mësimi do të zhvilloheshte normalisht, por thjesht do të fillonte një orë me vonesë. Pra nuk fillonte në 8, por fillonte në 9. Dhe mes gjithë këtyre fëmijëve ishte edhe Kyron Horman, një djalë 7 vjeçar i cili ndiqte klasën e dytë. Ai kishte lindur më 9 shtator të vitit 2002 dhe jetonte me babain e tij Kane. Edhe nëna e tij jetonte në Portland, por ato ishin divorcuar para lindjes së tij. Në fillim kujdesarin e kishte nëna, por në vitin 2004 asaj u diagnostikua një lloj insuficience e rëndë renale që kërkonte ilaçe dhe trajtime gjithë jetën. Dhe duke ditë që në sistemin amerikan, pra gjithë këto ilaçe, trajtime duhet i heqësh vetë, pra është barr e familjes, Desire nga ana tjetër nuk është se kishte të ardhura ekonomike të larta, ndërsa nga ana tjetër babai i fëmijës, pra ishte inxhinier, fitonte shumë dhe për këtë arsye, pra ju dha kujdestaria babait, por duhet thënë që Desire mbeti shumë e përfshirë në jetën e djalit të saj. Në vitin 2007, babai Kyron njeh një grua tjetër, por mendohet që ndoshta këtë grua e ka pasnjohur më përpara, pra përpara se të divorcohet nga Desire. Por gjithsesi në vitin 2007 ai martohet me këtë grua, e cila quheshte Terry, ku Terry kishte një fëmijë nga martesa e saj e parë dhe së bashku bën një vajzë tjetër e cila quheshte Kiara. Por edhe nga ana tjetër, edhe jëma e Kyron, pra Desire, njohu një burr i cili quheshte Tony dhe Tony ishte detektiv. Po duhet thënë që Kyron pra jetonte më shumë me babain e tij dhe me familjen e tij të re. Por duhet thënë që Kyron nga ana tjetër ishte shumë i lidhur me partnerin e nënës së tij, sepse thoshte gjatë gjithë kohës që kur të rritem do të bëhem detektiv si Tony. Por gjithsesi le të kthehemi te data 4 qershor e vitit 2010. Kyron për të shkuar në shkollë merrte autobusin e shkollës, pra siç bënin gjithë fëmijët e tjerë. Dhe kishte një stacion shumë afër shtëpisë që ishte shumë komod për të, dhe në stacionin e autobusit e shoqëronte gjithnjë ose babai ose njerka. Dhe me të njëjtin autobus ktheheshte përsëri në shtëpi. Por atë ditë, siç ju thash, do të zhvillohej aktiviteti i shkencave, pra, dhe fëmijët duhet të ishin të shoqëruar nga prindrit, dhe në këtë aktivitet Kyron e shoqëron njerka e tij, Terry, së bashku me Kiarën. Kështu që të tre drejtohen tek dollapi i Kyron, lën çantën e Kyron aty dhe shkojnë tek aktiviteti që po zhvilloheshte. Dhe në aktivitet ato bëjnë edhe fotografi dhe djaloshi dukeshte që ishte shumë entuziazmuar dhe shumë i lumtur. Por me kalimin e minutave, normale vjen ora 9, duhet të fillonte mësimi si normalisht, dhe Terry dhe Kiara lën fëmijën pra në aktivitetet e tij shkollore dhe në orën 8:45 marrin makinën, largohen për të kryer disa punë. Terry dhe vajza e saj shkojnë për disa dyqane për të blerë ilaçe, sepse vajza e saj Kiara kishte pasur një infeksion në vesh. Më pas ka një boshllëk prej 90 minuta që nuk dihet që ku ndodheshte Terry.
por ajo thot që kishte qenë duke bërë disa xhiro me makinë rreth e rrotull sepse në një farë mënyre lëvizja e makinës ndihmon në lehtësimin e dhimbjes së veshit. Kjo gjë nuk është e provuar shkencërisht, por kështu mendohet që është, dhe të jem sa më i sinqert me ju, një farë mënyre ka një të vërtetë aty brenda sepse pak a shumë e njëjta situatë më ka ndodhur edhe mua. Por nga ana tjetër, ajo gjë që dihet me siguri është se rreth orës 11 Terry lë vajzën në daycare, pra është një lloj çerdhe, dhe mund të them që vajza ishte në çerdhe rreth orës 11:30. Më pas Terry shkon në palestër, pasi mbaron palestrën, shkon merr vajzën nga çerdhja dhe kthehet në shtëpi në orën 1 të drekës. Dhe rreth orës 1:21 të drekës dihet me siguri që ndodhet në shtëpi sepse menjëherë sa po arrin në shtëpi poston një foto në Facebook e cila ndodheshte. Pra në këtë foto ishte ajo, ishte Kiara dhe ishte dhe Kyron në aktivitetin shkollor që po bëheshte. Rreth orës 2 të drekës, Kajan mbërriti në shtëpi dhe në orën 3:30 të pazites, Terry, Kiara dhe Kajan u drejtuan tek stacioni i autobusit për të pritur Kyron. Por kur mbërriti autobusi, Kyron nuk zbriti kurrë dhe shoferi i autobusit i tha që ishte i sigurt që Kyron nuk kishte hyrë në autobus. Ato menjëherë telefonuan shkollën pra për të pyetur se çfarë ka ndodhur, por përgjigjja që u dha shkolla ishte shumë trënditse. Ato thanë që Kyron nuk kishte paraqitur fare në mësim atë ditë dhe ishte shënuar pra si mungues dhe të tmerruan telefonuan menjëherë policinë. Kërkimet filluan pothuajse menjëherë dhe u përqendruan fillimisht në një rrezë rreth 4 kilometra nga shkolla. Siç u përmenda, zona ishte shumë e gjerë me plot pyje, kështu që një fëmijë mund të humbiste lehtësisht. Kërkimet u zgjeruan edhe një zonë më të largët rreth 10 kilometra nga shkolla e quajtur Savvy Island. Dhe aty kishte shumë bimësi, pyje, një lumë dhe një ur. Fillimisht nuk u shpjegua pse po kërkonin pikërisht aty, por më vonë u zbulua se GPS-i i makinës së Territ gjatë atyre 90 minutave që ishin bosh kishte kaluar pikërisht në atë zonë. Ky detaj e bëri policinë që të përqendroheshte më shumë tek ajo, por për kërkimin e djaloshit morën pjesë më shumë se 300 oficerë policie të cilët ishin të specializuar për këtë gjë dhe më shumë se 1000 vullnetarë, dhe mund të them që u kthye në një nga kërkimet më të mëdha që kishte ndodhur ndonjëherë në Oregon për zhdukjen e një personi. Dhe nga ana tjetër u vendos edhe një shpërblim për çdo person që mund të jepte informacion për Kyron. Dhe fillimisht shpërblimi që u vendos ishte $25,000 dhe më pas u çua në $50,000. We definitely got a late start here. Family didn't know that he wasn't at school. His teacher didn't see him, so we are feeling like we are behind the 8 ball. Keep your prayers and thoughts on our little boy, because you never know the type of information that can come back to us and we can find him. We want to thank the community, the parents, the children, bus drivers, and all of those who are being interviewed multiple times to help find Kyron. Thank you. We as the family know how difficult and stressful this is, but your memories and statements can help us. Fatkeqësisht, gjitha këto përpjekje që bëri policia nuk solli asgjë të dobishme. Nga ana tjetër, shkolla nuk kishte kamera sigurie dhe për këtë arsye nuk mund të kuptonin, pra nuk mund të shikonin lëvizjet e fundit që kishte bërë Kyron. Por e vetmja gjë që kishin në dorë, le të themi, ishte dëshmia e Territ, e cila thoshte që në orën 8:45 e kishte parë Kyron, pra që të ngjiste shkallët e shkollës. Por nga ana tjetër, as mësuesit, as shokët e tij, as drejtoresha, pra asnjë nuk i kishte parë Kyron të mbërrinte në shkollë, sepse ishte shënuar edhe si mungues. Pra, një gjë që ishte sigurt ishte që Kyron nuk ishte qenë në aktivitetin që ishte bërë në shkollë, por gjë tjetër ishte që ekzistonte një foto, pra që Terry kishte bërë me Kyron në aktivitetin e shkollës. Dhe kjo foto në fakt u konsiderua si një lloj prove e pa kontestueshme. Hetuesit fillimisht pra vendosin që të përqendroheshin tek Terry, por duhet thënë që nuk se gjetën diçka konkrete pra për të akuzuar atë, derisa morën në pyetje pra kopshtarin e shtëpisë, i cili quheshte Rodolfo Sanchez. Ato e morën në pyetje kopshtarin pra vetëm me qëllimin pra që edhe ai pra të konfirmonte lëvizjet e Territ, pra në një farë mënyre kur kishte dalë me vajzën nga shtëpia, kur ishte kthyer dhe këto gjëra. Por nga marrja në pyetje doli diçka shumë më trënditse. Vetë kopshtari deklaroi, pra u tha policëve dhe këtë gjë e tha edhe në gjyq se disa muaj më përpara, në janar të vitit 2010, Terry i kishte ofruar këtij të fundit një shumë të madhe parash për të hequr qafe bashortin e saj.
por zotëria nga ana tjetër e kishte refuzuar komplet ofertën. Kur policia e pyeti Terrin për këtë gjë normale, ajo mohoi gjithçka. Nga ana tjetër, policia vendosi pra që ti vendoste një mikrofon Rodolf dhe ky fundit të shkonte të fliste me Terrin, pra një farë mënyrë për të nxjerrë diçka, por as kjo gjë nuk dha rezultate. Nga ana tjetër, Kajan kërkoi divorcin nga Terri vetëm për shkak të kësaj situate. Më vonë, në gjyq, avokatët e Territ do të nxjerrin disa detaje që vinin në dyshim versionin e Rodolfos. Sipas tyre, ai fliste shumë pak anglisht dhe komunikimi me policin mund të ketë qenë i vështirë. Për më tepër, nuk kishte një dënim apo hetim të pavarur që ta konfirmonte plotësisht këtë histori, kështu që mbetet një farë mase vetëm dëshmi. Gjithashtu, mendohet që policia mund të ketë bërë edhe presion Rodolfos për ta dëbuar atë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo gjë në fakt nuk është e sigurt dhe interpretohet ndryshe nga shumë persona të tjerë. Por një gjë është e sigurt, në momentin që Kajan pra mori vesh këtë gjë, jo vetëm që u divorcua nga Terri, po kërkoi kujdesarin e plot të vajzës dhe mbi gjitha kërkoi edhe një urdhër mbrojtje. Por për të pasur një urdhër mbrojtje duhen disa prova, le të themi, shumë specifike ose prova të caktuara. Dhe një farë mënyre, me që burri e mori urdhrin e mbrojtjes, mendoj që duhet të kenë pasur disa elemente të tjerë që ndoshta nuk janë bërë publik. Policia në këtë pikë u kërkoi të gjithë antarëve të familjes, siç ishte Terri, Kane, Desiree dhe Tony, që të bënin testin e poligrafit. Pra një farë mënyre që të shikonin nëse po gënjenin apo jo. Po gjithsesi, siç dihet, testi nuk është se të tregon 100% që ti je fajtor apo jo, por një gjë ishte e çuditshme. Të gjithë e kaluan testin me sukses, përveç Territ. Në gusht të vitit 2010 u shfaqën 2 dëshmitarë që ndodheshin atë ditë në shkollë për të marrë pjesë në panairin e shkencës. Ato deklaruan se ishin të sigurt që kishin parë makinën e Territ të parkuar përpara shkollës, por brenda saj, në vendin e pasagjerit, ndodhej një person. Ata kishin parë dikë, por nuk kishin në gjendje të përcaktonin se kush ishte, as nëse ishte burr apo grua. Megjithatë, ishin të sigurt që nuk ishte Terri, sepse ajo ishte e vetmja e rritur aty atë ditë dhe nuk kishte arsye që të ishte në vendin e pasagjerit. Të gjitha këto lajme që dolën rreth Territ përfunduan në gazeta, përfunduan në televizione, por një farë mënyre dëshmia që i dha Kajan policisë i përforcoi akoma më shumë dyshimet. Ai i dha një emër, ai i dha emrin e Didit. Didi ishte një shoqe e vjetër e Territ. Dhe për këtë arsye, Kajan thoshe që Didi një farë mënyre i jepte disa këshilla shumë të pakuptimta bashortes së saj, sepse i thoshe që një farë mënyre arsyeja sepse ata të dy kishin shpesh pra zënka në çift ishte për shkak të Kairon. Jo sepse fëmia sillesh të keq, sepse një farë mënyre Kairon ishte i lidhur me Terrin, por për arsye që Kairon pra ishte një fëmijë nga martesa e parë e Kian. Dhe për këtë arsye pra Kairon ishte, le të themi, ajo molla e sherrit mes Territ dhe Kian. Por një tjetër gjë që ngre dyshimet ishte fakti se atë ditë që Kairon u zhduk, Didi doli nga puna me një nxitim shumë të madh. Dhe pikërisht doli nga puna në orën 11:30, pra atë orën që Terri nuk dishte saktësisht se ku ndodheshte. Dhe më pas u kthye në punë vetëm 1 orë e gjys më vonë. Por në momentin që pra Didi kuptoi që po hetoheshte nga policia, që do të merreshte në pyetje, që i shkuan edhe në shtëpi pra për të kontrolluar, ajo bleu 2 telefona, një për vete, një për shoqen e saj Terri, 2 telefona të pa gjurmueshëm. Ndoshta bleja e këtyre 2 telefonave nuk është një provë, le të themi, shumë e madhe, por mendoj faktin që nëse nuk ke diçka për të fshehur, pse duhet blesh 2 telefona të cilët nuk gjurmohen? Por duhet thënë që gruaja ishte shumë e disponueshme pra të fliste me policinë. Imagjinoni që u ktheu përgjigje gjithë pyetjeve të oficerëve, nga ana tjetër la që të kontrolloheshte shtëpia e saj, la që të kontrolloheshte makina e saj, pra automjeti i saj, i cili ishte një pick-up i bardhë. Por duhet thënë që ky automjet u pa në 2 raste përgjatë rrugës së autobusit shkollor në mëngjesin e zhdukjes së Kairon. Shoferi tha që e kishte parë këtë pick-up të bardhë edhe se më shumë se një rast dhe dukeshte një farë mënyre sikur po ndiqte autobusin. Kështu që u hap një teori e dytë. Një teori e dytë që mendohet që ndoshta Terri nuk ka qenë përgjegjëse, por përgjegjës ka qenë një person tjetër që ndodheshte pikërisht në parkingun e shkollës. Mendohet që ky person ka qenë aty pra për qëllime të këqija, donte të rrëmbente një fëmijë dhe duke parë që Kairon ka qenë duke u futur në mësim, ky person
e ka tërhequr Kairon nga ana tjetër, le të themi ka shkuar me këtë person dhe i ka devijuar pra rrugën e tij për në shkollë. Por kur doli pra informacioni për këtë pikapin e bardhë, për këtë furgonin e bardhë, nuk dihet nëse është i Didit, por mendoheshte që ishte i Didit, por fakti që doli informacion që ishte një pikap i bardhë, duhet thënë që nuk ishte një tregues i domosdoshëm, një tregues i rëndësishëm, sepse një farë mënyre ky lloj furgoni, kjo lloj makine ishte shumë e zakonshme në SBA. Megjithatë, kur Terry mori vesh për këtë version, pra për versionin e pikapit të bardhë dhe burrit që ndodheshte pikërisht në makinë, u tha policisë që po, atë mëngjes kishte parë një burr që ndodheshte brenda në makinë dhe disa persona që ndodheshin në aktivitet ishin afruar këtij personi dhe i kishin thënë nëse kishte nevojë për diçka. Por gjë që dihet e sigurt ishin që këto persona që supozohet të kishin folur me këtë person nuk u morën kurrë në pyetje. Më 1 qershor të vitit 2012, Desiree, nëna e Kairon, bëri një lloj padije civile kundër Terry dhe kërkoi një dëmshpërblim prej $10 milion. Megjithatë, kjo padi u hodh poshtë nga një gjykatës, me sa duket nuk kishte prova të mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e saj. Fakti që nga gjitha këto hetime që u bën gjatë këtyre viteve, pra nuk doli asgjë në dritë, pra nuk pat asnjë të arrestuar, mbi gjitha nuk pat një shpjegim se çfarë i ndodhi djaloshit, nuk do thotë që policia nuk bëri hetime, pra u tërhoq pas, por duhet dini që në 6 muajt e para, pra pas zhdukjes së djaloshit, policia shpenzoi më shumë se $500 milion vetëm për kërkime. Dhe duhet thënë që rasti u bë mediatik në SBA, sidomos kur Terry u shfaq si e ftuar në një emision të famshëm në SBA, Dr. Phil. Për ata që nuk e njohin, Dr. Phil është një psikolog që ka krijuar një program televiziv ku trajton raste familjare me probleme personale në një mënyrë pak të spektakularizuar. Në këtë program, Terry u ftua dhe mohoi çdo përfshirje për zhdukjen e Kairon. Ajo përsëriti versionin e saj për burrin pranë makinës së bardhë dhe tha se mendonte që një person i panjohur mund të kishte rrëmbyer fëmijën para shkollës pa u vënë re nga askush. Por duhet thënë që ky rast fatkeqësisht mbetet i hapur, mbetet i pazgjidhur dhe është paksa e pamundur, pra është e pabesueshme që në gjithë këto vite nuk është gjetur asnjë gjurmë me Kairon, asnjë send personal i tij. Dhe duhet dini diçka që Terry disa vite më përpara është munduar që të ndryshojë emrin e saj. Por gjykatësi e ka hedhur poshtë këtë gjë sepse një farë mënyre duke qenë që rasti i Kairon është akoma i hapur dhe ajo mbetet le të themi e dyshuara kryesore dhe në dokumentet e rastit të Kairon është emri i saj i plot dhe për këtë arsye nuk u lejua. Për më tepër, prindërit e Kairon janë ende shumë aktiv në përpjekje për të mbajtur gjallë historinë e tij në media dhe në rrjetet sociale. Madje ekzistojnë edhe imazhe të përditësuara me moshën të krijuara në mënyrë digjitale për të treguar se si mund të duket Kairon sot. Por duhet thënë që është ende në fuqi ai shpërblimi rreth $50.000 për çdo që jep informacione për Kairon. Fatkeqësisht, rasti i sotëm është një rast i pazgjidhur, është një rast që është ende i hapur dhe në këtë mënyrë përfundon edhe videoja e jon. Më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj si gjithnjë. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.